Aksidenti i rënd në Itali humb jetën 50 vjeçari shqiptar. Një shqiptar ka humbur jetën në një aksident në një nga komunat e Venecias në Itali. Viktima është shtetasi Artur Çela, rreth 50 vjeç me origjinë nga Tirana, i cili jetonte prej shumë vitesh me familje në shtetin fqinj. Mediat italiane raportojnë se shqiptari po udhtonte me një motor kur u përplas me një makinë. Drejt vendit të ngjarjes shkuan zjat fiksi dhe urgjenca, por ishte tepër vonë. Dyshimet e para janë që aksidenti është shkaktuar si pasojë e një parakalimi të gabuar të shqiptarit, por kjo pritet të vërtetohet në vijim. Personat që ndodheshin në makinë shpëtuan pa lëndime serioze. Artur Çela jetonte me familje në Itali prej 20 vitesh dhe punonte në ndërtim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.